Qeveria ka rishikuar buxhetin e këtij viti duke ulur fondet për zhvillimin rural dhe mbështetjen e fermerëve, ndërsa ka shtuar ndjeshëm financimin për Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Sipas ndryshimeve, programi për zhvillimin rural, prodhimin bujqësor, blektoral dhe agroindustrin është reduktuar me 113.7 milion lek ose rreth 1.5 milion euro. Fondi zbret nga 7.69 miliard lek në 7.58 miliard lek, një shkurtim prej 1.5%. Ulja vjen në një kohë kur bujqësia dhe blektoria po shfaqen shenja dobësimi. Sipas të dhënave të Instat, për vitin 2025, prodhimi i grurit ra me 10.1%, patatja me 7.2% dhe pemët frytore me 12.8%. Në rënje janë edhe ullinjt dhe prodhimi në sera. Probleme shfaqen edhe në blektori, ku gjatë vitit 2024 ul numri deleve, dhive dhe derrave, ndërsa ran edhe prodhimi i qumshtit dhe i mishit. Në të njëjtin rishikim, Fondi Shqiptar i Zhvillimit përfiton 7.5 miliard lek shtesë. Buxheti i tij arrin në 32.3 miliard nga 24.8 miliard që ishte planifikuar fillimisht. Pjesa më e madhe e fondeve shtesë shkon për programe zhvillimi që merr 5.5 miliard lek më shumë. Shtesë financimi përfitojnë dhe infrastruktura vendore dhe rajonale, si dhe programi 100 fshatrat. Rishpërndarja e fondeve vjen në një moment të vështirë për fermerët, ndërsa prioriteti i buxhetit duket se po zhvendoset nga mbështetja për prodhimin bujqësor drejt projekteve zhvillimore dhe infrastrukturore.